Kandidati Damian Gjiknuri zhvilloi pasditën e së martës takime banorët e rajonit 2, duke i falenderuar për pjesëmarrjen masive në këtë takim. Gjiknuri pohoi se ne kemi ndezur motorët siç duhet dhe s'duhet të ndalojmë deri në fund përfitoren e Partisë Socialiste, ndërsa siguroi se do të jetë një suport i shtuar për banorët e rajonit 2, me qëllim që problematikat të fillojnë të adresohen drejt zgjidhjes. Ai theksoi se Partia Socialiste ka një spektër të plot zgjedhje, ku të gjithë të kenë mundësinë për të hedhur votën për atë koalicionin e gjerë të qytetarëve. Nuk duhet parë si garë individuale. E rëndësishme është që vota të shkojë për numrin 5 për Partinë Socialiste. Ne sapo kemi ndezur motorët siç duhet dhe s'duhet të ndalojmë deri në fund përfitoren e Partisë Socialiste. Kam kënaqësi që do t'ju përfaqësoj, që e mbuloj nga pikpamja administrative politike. Jeni një rajon që keni përfituar investime, kanë filluar të mbledh të gjitha problematikat që lidhen me rajonin 2, sidomos rrugët që janë më jashtë pjesës qendrore. Se pjesa kryesore është e mirë investuar, ka akoma probleme. Kjo është e vërteta. Dhe në fakt dëshira ime ka qenë të ballafaqohem me vetë problemet. Të ballafaqohem me njerëzit, ti dëgjojmë, të shohin dhe problemet vetë. Dhe unë do të jem tash një suport i shtuar për ju, me qëllim që ato problematika që kemi në lagje fillojnë të adresohen. Vlora është dëshmitare e ndryshimeve të mëdha që kanë një emër, Partia Socialiste e Shqipërisë. Të rikthehem përsëri në Vlorë, ta filloj aty ku e lash. Duhet të jem për rajonin 2 dhe për gjithë Partinë Socialiste të Vlorës, për ata që dëshirojnë modelin e punës, modelin e komunikimit normal të drejt për drejt me qytetarët e Vlorës, sepse për Vlorën Partia Socialiste është e rëndësishme. Unë e quaj themelin politik të këtij qyteti. Identiteti jonë i majt është identiteti i barazisë qytetare, i mirëqenies qytetare nëpërmjet qeverisjes. Këtë themel komunikimi unë dua ta mbaj me të gjithë ju, edhe si deputeti juaj. Ka socialistë të thekur që mund të pëlqejnë mua ose ndonjë tjetër. Ka të tjerë që janë më modern, ka të tjerë që janë përtej të majtës dhe djathtës, mund të gjejnë dhe emra të tjerë. Nuk duhet parë si garë individuale. Do të preferoja të merra shumicën nga ju, por ka dhe tjerë që kanë një dimension tjetër që ju mund ta gjeni veten më mirë. Ne jemi një ekip politik. E rëndësishme është që ne kemi një spektër të plot zgjedhje ku të gjithë të kenë mundësinë për të hedhur votën për atë koalicionin e gjerë të qytetarëve. E rëndësishme është që vota të shkojë tek Partia Socialiste e Shqipërisë. Vota duhet shkojë tek numri 5, Partia Socialiste, dhe patjetër në kollonë çdo njeri gjen veten e tij. Partia Socialiste do të marrë idetë më të mira për ta bërë Shqipërinë më të mirë për Bashkimin Evropian. Unë eksperiencën time në drejtimin e shtetit dhe të ministrive të ndryshme do ta vë në shërbim të qytetarëve të qarkut Vlorë. Prandaj kërkoj një vot masive për Partinë Socialiste, pse jo dhe për Damian Gjiknurin, kush e ndjen që u përfaqësoj vlerat tuaja, identitetin tuaj socialist, e kërkoj mbështetjen nga çdo qytetar që e ndjen veten që unë ja vlej të përfaqësoj ata. Kryebashkiaku Dredha, i pranishëm në takim, u ndal tek investimet që po realizohen në qytetin e Vlorës, duke prekur konkretisht rehabilitimin infrastrukturor edhe të rajonit 2, duke theksuar se investimi për ujësjellsin është futur në çdo arterie të Vlorës për instalimin e të gjithë tubacionit. Aktualisht është në fazën që po testohet dhe më pas do të fillojë asfaltimi. Dredha pohoi se për rajonin 2 është vendosur prioritet infrastruktura rrugore. Ky investim që po bëhet për ujësjellsin, po marr nga ujësjellsi sepse është futur pothuajse çdo arterie të Vlorës, është bërë instalimi i gjitha tubove, është në fazën që po testohet dhe në momentin që mbaron testimi do të fillojë dhe asfaltimi. Kemi vendosur si prioritet tashmë rrugët e lagjeve në këtë zonë dhe patjetër keni një investim që ka filluar pak ditë më parë që është në bashkëpunim me Fondin e Zhvillimit, që po bëhet rruga Albano dhe Romina. Do të shtrohet e gjitha dhe patjetër ne kemi vendosur të bëjmë edhe një korsi dedikuar për biçikletat. Prioritet kryesor është të shtrohet rruga nga sheshi Flamurit në dalje të Vlorës, pra drejt Pusmezinit. Rëndësia më e madhe është që ky projekt po ecën përpara dhe po vjet në jetë. Te nuk është pak, është ujë 24 orë 7 për çdo familje dhe është ujë i pishëm. Dhe Vlora është qyteti i katërt që përfiton nga investimet e Bankës Gjermane për Zhvillim. Landfilli për punë një javë, 10 ditësh mbaron edhe montimi i këtij impjanti të trajtimit të ujërave të mbetjeve, dhe nga ai moment ne jemi të ligjëruar apo jemi gati që të vendosim që gjithë makinat teknologjike që mbledhin mbetjet në qytet të derdhen në landfillin e Sherishtës. Investimi që do të bëjë KFV-ja në forum Ekoparku. Vlora do të jetë realisht aty ku ne në fakt kemi vendosur si vizion, si qeveri. Vetëm pak besim, ashtu siç e keni pas gjithmonë te kjo parti, te kryeministri Rama, sepse ka bërë një punë që realisht ka ndërtuar epokë. Dhe prandaj ne e ndjekim me padurim sepse e shikojmë që është e vetmja mënyrë dhe është i vetmi model që sjell vizion, sjell përparim, sjell zhvillim.
Referuar kandidaturës së Gjiknurit, kryebashkiaku Dredha o shpreh se Damiani ka një vlerë të shtuar për sa i përket kontributit që ai ka dhënë. Ka lënë një gur, themi shumë të mirë në Vlorë, me punën e vet, me mënyrën si ka organizuar Partinë Socialiste në Vlorë. Unë kudo që shkojnë tavolinat e Vlorës, dëgjoj vetëm një emër. Ako e Damianit e parushme. Ka një vlerë të shtuar për sa i përket kontributit që ai ka dhënë, qoftë në administratën shtetërore, kur ka qenë specialist i thjesht, qoftë kur është ngritur në grada për shkak të detyrës që ka pasur, ka dhënë kontribut real. Damiani i shput politikës për të bërë dhe një shenjë, për të lënë një shenjë dhe realisht e ka lënë. Ka bërë maksimumin që e para të nderoj veten e vet, e dyta, Partia Socialiste ishte krenare që e kishte pjesë të stafit vet. Ka lënë dhe një gur shumë të mirë, një gur themeli këtu në Vlorë, me punën e vet, me mënyrën se si ka organizuar Partinë Socialiste këtu, dhe patjetër pastaj edhe duke u rikthyer për të qenë deputet i qytetit të Vlorës. Damiani nuk ka nevojë për mbështetjen tonë, jemi ne të gjithë bashkë kemi nevojë për Damianin, sepse njerëzit si Damiani duhen jo vetëm Vlorës, por i duhen gjithë Shqipërisë. Ish deputeti i rajonit 2 Anduel Tajraj pohoi se është fat që në rajonin 2 kandidon Gjiknuri. Rajonin e lënë duar ish drejtuesi politik i fushatave të forta dhe historike të Partisë Socialiste, ku Partia Socialiste arriti të merrte 8 mandate, duke thyer rekordin në Vlorë. Jam shumë mirënjohës që rajonin e lënë duart sigurta, e lënë në dorë të drejtuesit tonë të politik të fushatave të forta dhe fushatave historike të Partisë Socialiste, ku ne arritëm të merrim 8 mandate, të thyenim rekordin në Vlorë, të thyenim rekordin në rajonin 2 duke qenë në 2 fushatet e fundit, në 2017 në 2021 në rajoni me votat më të shumta për Partinë Socialiste. Kemi detyrë shumë të fortë dhe detyrë të vështirë që të mbajmë rezultatin fitimtar të rajonit 2. Dhe unë kam besimin që me drejtimin e Damianit si deputet i zonës, edhe shumë halle dhe probleme në rajonin 2 të cilat janë të trashëguara, janë në vazhdim, nuk kemi arritur t'i mundim ose t'i zgjidhim, na kanë ngel në punë e sipër. Jam i sigurt që me mbështetjen maksimale të Damianit do të marrin zgjidhje. Takimi me pjesëmarrje masive të banorëve në rajonin 2 ishte takimi i radhës që kandidati Damian Gjiknuri po zhvillon në kuadër të fushatës së tij elektorale.